الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lavdrimet më të sinqerta i takojnë vetëm Allahut të Madhërisëm. Vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë e falje kërkojmë. Atë që uzon Allah i plot fuqishëm s'ka askush mund ta humbë, dhe atë që Allah i madhruar e devion s'ka askush mund ta drejtojë në rrugën e drejtë. Dëshmoj e deklaroj se nuk ka asnjë Zot që meriton të adhurohet me të drejtë, përveç Allahut, i cili është një i vetëm, nuk ka ortak. Gjithashtu dëshmoj se pejgamberi jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte i dërguar i tij i fundit, i cili na përcolli këtë shpallje, Kur'anin famlar. Salavatet dhe selamet, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi të gjithë ata besimtar musliman që pasojnë rrugën e tij dhe udhëzohen me sunetin e tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar vëllezër besimtar, ka njerëz që humbin pasuri dhe e kuptojnë këtë me njëherë si ta humbin. Pastaj ka njerëz që smuhen dhe me njëherë dhimbja i zgjon. Po në anën tjetër, ka dhe humbje që njeriu t'i shkaktohet, por nuk e vren atë humbje vetëm se me vonesë. Jon humbje që ndoshta nuk nxit ndonjë alarm apo ndonjë gjë që të bën domosht që të kthjellësh me njëherë. Megjithatë, është një humbje e rrezikshme për ty dhe është një humbje për cilën ti pastaj do t'i vuash pasojat në jetën e tutje. Fjala është kur vëllezër të nderuar njeriu humb ose e neglizhon ose e shpërfill lidhjen me krijuesin e tij, Allahun e plot fuqishëm. Kjo është një humbje që nuk të alajmon me njëherë. Është një humbje që ti mundesh me vazhdu jetën tënde të përditshme. Mundesh me u ballafaqu me rrethanat e jetës së përditshmërisë, jetës do thotë së përditshme, me në punë, në familje, me kolegë, e kalon jetën, megjithatë e sheh dikur në vetveten tënde atë zbrazësi në zemër. E sheh që je duke rrugtu, por e kupton se nuk është ashtu qysh kërkohet prej teje, apo nuk je duke shku në destinacionin i cili kërkohet prej teje. Prandaj, të nderuar vëllezër, njeriu jo pse është i keq, por sepse boshti në cilën po sillet nuk është si duhet, prandaj edhe nuk e gjen rahatin shpirtërore. Për këtë shkak vëllezër të nderuar, sot do të flasim për një çështje që nuk është dytësore, për një temë që lidhet apo për një temë që nuk lidhet domosdoshmërisht vetëm me ata që dojnë me arrit përkushtimin më të lartë, por do të flasim për një temë apo për një veprimtari e cila e bën njeriu me e mbajt këtë lidhjen e tij me krijuesin, me Allahun e plot fuqishëm. Fjala është për namazin, vëllezër të nderuar. Një basht shumë i rëndësishëm nëse dën me pas besimtari jetën e tij në rrugtimin e duhur. Vëllezër të nderuar, pra si që tham pak më herët, namazi nuk është një vepër dytësore, por është shtylla kryesore e jetës praktike të besimtarit. Për këtë shkak edhe Kurani edhe Suneti i pejgamberit tonë, Muhamedit, lavdrimi dhe paqja qofshin mbi të, na tregojnë se vërtet namazi nuk është një opsion, por është një kriter i domosdoshëm në jetën tonë. Namazi nuk është diçka që e bën kur ki kohë, hajtë se masi tash jam i lirë po falna, po është një kriter që vërtet ty është do thot një tregues që dëshmon lidhjen tane me krijuesin tënd.
Namazi nuk është një zgjidhje personale, por është një matës i seriozitetit të besimit tonë. Domthonë ai farë peshoja apo matësi se sa je serioz me këtë fe dhe me këtë iman dhe me këtë besim të cilën po e pretendon ti. Dhe nuk është një shtesë në jetën tënde, por është një vijë ndarëse në mes kujdesit dhe shpërfirjes ndaj Allahut të plotfuqishëm. Për këtë shkak, vëllezër të nderuar, Zoti i Madhërisht në Kur'anin famlar në surën Taha, ajeti 14, thot wa aqimi salata li dhikri. Çka po thot? Thot fale namazin që të më kujtosh mua. Allahu i Madhërisht thot fale namazin që të më kujtosh mua. Pse? Për arsye se vërtet namazi është ai mënyra dhe forma më e mirë, ma e domosdoshme që ti e lidh raportin tënë me krijuesin tënë. Për këtë shkak edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith të cilën e shënon Ibn Majah, hadithi është i saktë, thot ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salat. Në përkthim, po thot esenca, çështja kryesore është Islami. Kurse shtylla e tij është çka? Namazi. Shtylla, e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shtylla, rukn, amud. Për arsye se shtylla është ajo gjëja që e mban një sen strukturën në një gjëje. Pra, të gjitha tjerat mujnë me kanë përcjellse, një ndërtesë për të mbajtur, patjetër duhet me pas shtylla. Për arsye se nëse nuk ka shtylla, atëherë ajo nuk qëndron. Mund të ketë fasad të mirë, dekorime, dritare të bukura, e çdo gjë do thot në përsosmëri dhe në dukje shumë të mirë, megjithatë, nëse nuk ka shtyllë të qëndrueshme, ajo me njëherë bjen, pas një kohe, edhe të gjitha këto zbukurimet, dekorimet, fasadat, dritaret, edhe gjërat me cilat e plotësojmë atë shtyllë, bien dhe nuk kanë vlerë. Kështu pra, vëllezër të nderuar, namazi është struktura e jetës së besimtarit. Asnjë përpjekje nuk mundet me sjell me drejtu njeriu në rrugën e duhur nëse nuk është në veprimtarinë e tij kjo praktikë, vëllezër të nderuar. Për arsye se pa namaz njeriu nuk ka stabilitet në zemër, as në jetë dhe as një përpjekje tjetër nuk do ta sjell, do thot, në drejtimin e duhur. Vëllezër të nderuar, vërtet besimtari, nëse dojmë në aspektin praktik me e kuptu edhe me përjetu në formën dhe mënyrën më të mirë, atëherë themi se apo mund me nxit se cili prej neve pyetjen çfarë rregullon pra namazi jetën e njeriu. Mas pari rregullon kohën e tij. Çfarë kemi për qëllim me kohë? E rregullon për arsye se e ndan ditën e besimtarit në kohë të caktuar, në pika të rregullta. Dhe kështu njeriu në çdo situatë, në çdo ballafaqim reflekton me veten e tij. Bën një punë caktuar, e nin ezanin edhe reflekton, nalet, qetësohet. Nëse ka qenë nervoz, ka qenë gatres me familjarët, apo me gruan, apo me fëmijët, apo me dikun, në kolegë, në punë, apo e nin ezanin dhe i drejtohet edhe fillon pastaj mu marr me veten e tij dhe me reflektu për ato veprime të cilat i ka bë. Dhe kështu e kalit për kushtimin e tij edhe rregullon kohën e tij. Pa namaz koha rrshqet, do thot nuk ka mundësi me e rregullu njeriu veten e tij pa aplikimin e namazit në jetën e tij. Do thot 5 kohët e namazit. Për arsye se pra me namaz dita e fiton strukturën dhe punë ndahen sipas rendit ashtu qysh i ka hije. Pastaj, pas kohës, çfarë rregullon namazin jetën e tij të përditshme? I rregullon radhitjen e prioriteteve. Çfarë kemi për qëllim me radhitjen e prioriteteve? Kemi për qëllim se namazi e vendos krijuesin në qendër të vëmendjes tënde. Zotin tënë, Allahun e plotfuqishëm, e vendos në qendër të çdo gjëje. Pse? Për arsye se ti e sheh, do thot, çdo dëshirë, çdo gjë e lën anash edhe i përgjigjet thirrjes Zotit Madhërisëm. Namazi i sabahit që
konsiderohet nga më të vështirat, njeriu trupi i tij, vetja e tij, epshi i tij lyp me pushu me nejt, po e nin ezanin, e nin alarmin edhe thu, unë tash e kam kohën mi u drejtu krijuesit tem, Zotit tem. Edhe i len anash gjitha ato vështërsi, nuk i bën hesap, edhe qosh me abdes, edhe del para Zotit, edhe thu, Allahu është më i madhi. Edhe të regon që njët të unë e ma e rëndësishme është kjo lidhje, kjo raport me Zotin tem. Prandaj edhe sheh, vjen koha namazit, ti jenë gjeni me lanë gjdo anë, gjdo gjë në anash, edhe i përgjigje thires. Edhe në këtë moment, unë e kuptoj një numër konsiderueshëm t'juje, kini obligime në përpuna, në përgjerat të ndryshme, do shta dikush ka me shku në spitale, ka termin, me gjitha te qka e ka një e zane nga dhanë tash, kjo kohë, pavarësisht, me shka ku marë unë në këtë kohë, ku me fol edhe ku mu lidh me krijuesin tem, Allahun e plot fuqishëm. Prandaj, kjo është ajo kalitja të cilën e fitojmë vëllezër të nderuar, po e kuptojmë, praktikisht e zbatojmë se në jetën tonë prioritet në çdo sen, në çdo rrethon është krijuesi jonë edhe Allahu i plot fuqishëm, për arsye se në dorën e tij është çdo sen. Çdo sen pas kësaj është do të thotë dytësore për besimtarin, për arsye se Allahu i madhreshëm është ai që në dorën e tij është çdo sen në jetën e tij të përditshme. Prandaj, kjo ishte e dyta, pra mësimi i prioriteteve. Edhe e treta, që është gjithashtu e rëndësishme që ka na mëson në jetën tonë të përditshme namazi, vëllezër të nderuar, ajo është disiplinën. Ta mëson rregullin. Ta mëson çysh njeriu me kon parimor, për arsye se nuk mundesh me thonë sikur se ndoshta mundet me pas ndonjë fe tjetër, me adhuru Zotin kur dën ti. Jo, i ki kohë të caktume. Allah i madhërim bëhat namazi është në kohën e caktume. Jo kur dush ti, e ka kohën e caktume. Edhe çdo kohë ti e përfill, edhe mundosh mi përmbajt, ta mëson ty disiplinën edhe për kujdesin minajt gati kësaj. Edhe kështu, pastaj jetën tane të përditshme, e fiton, e ka lidh veten tane që me ka një kujdesshëm me çdo termin, me çdo obligim dhe me çdo rrethon me cilën ballafaqohesh në marrëdhënie pune apo në raport me familjen e kështu me radhë. Pra, të mëson karakterin e tipit organizativ edhe menaxhues në jetën tane të përditshme. Dhe e katërta, po ndalna, pra nuk po vazhdoj me katër, po e përmbyllim inshallah, ngrit vetdijen e besimtarit. Për arsye se 5 herë në ditë e kujton besimtari se nuk është njeriu që ai qendra e universit. Domthonë, sikur që mendojnë njerëz që e konsiderojnë veten është në krye çdo sen. Jo, kur të falesh, i përulësh Zotit tën, edhe i drejtohesh atij, edhe e tregon, domthonë e largon atë unin tën, edhe tregon për kushtimin dhe pra adhurimin dhe nënshtrimin ndaj Zotit madhreshëm, edhe kështu largon nga vetja jote çdo karakter të kryelartësisë, nënçmimit apo poshtrimit të tjerëve. Dhe kështu e mban pra veten tane, egon tane në kontroll dhe e kujton se fuqia dhe sekreti i çdo suksesi është në mbështetje në krijuesin ton i cili ka në dorë çdo gjë. Prandaj vëllezër të nderuar, këtu ishin vetëm disa nga dobit dhe gjërat të cilat na bëjnë që namazi të jetë pjesë e rëndësishme e jetës tonë dhe praktikës tonë të përgjithshme. Përndryshe edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot me një hadith: "Awwalu ma yuhasabu 'abdu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat." Përkthimi, po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, gjëja e parë, çështja e parë me të cilën besimtari mirret në llogarinë ditën e gjykimit është namazi. Edhe këtu e shohim atë domosdoshmërinë edhe thelbin e këtij. Namazi është gjëja e parë për cilën pyetet njeriu. Nëse vazhdon hadithi thotë, nëse këtu e kalon me sukses këtë pyetje, atëherë tjerat janë lehtë. Nëse këtu dështon, atëherë keq çfarë vjen me pas kësaj është keq e makes. Prandaj vëllezër të nderuar, ta kemi parasysh këtë dhe të bëhemi nga ata të cilët vërtet janë të kujdesshëm dhe po e shohim se si po filloi ka gjykimi me namaz, do thot gjykimi besimtarit me namaz, atëherë e shohim peshën edhe rëndësinë e kësaj praktike në jetën e besimtarit. Ajo çka
kërkohet prej neve vëllezër të nderuar është që nuk kërkohet me qenë përsosur, po ajo që kërkohet me qenë sinqert me veten tonë. Edhe me thonë mjaft, edhe ky është momenti që unë du të ndryshoj jetën tam, edhe du gjithsesi me përmirësu raportin tam me Zotin e Madhreshëm. Për arsye se çdo raport tjetër është dytësor, që e përmendëm pak më herët, e rëndësishme është të punë mi pas mirë me Allahun e Madhreshëm. Punë mi pas mirë me Allahun e Madhreshëm, me një fjalë, raporti yt me krijuesin ton, në dorën e të cilës është çdo send, këtë me rregullon. Nëse këtë e rregullon, atëherë çdo raport jashtë kësaj është dytësore edhe është do thotë në përputhje me vullnetin edhe me dëshirën e Zotit Madhreshëm. Prandaj bëhunin nga ata cilët vërtet e kanë parasysh këtë dhe mundohen mi ia dhon hakun kësaj. Vërtet kush e vendos namazin në prioritet e ka vendos boshtin e jetës së tij në rrugë të duhur. Prandaj kush e le pas dore rrezikon ta humbas drejtimin dhe kuptimin e jetës. Lutim Allahun e Madhreshëm me nga ata cilët vërtet na udhëzon dhe na bën prej atyre që fali namazin dhe i përkushtohen atij dhe na i rregullon zemrat tona dhe na i rregullon jetën tonë. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala adh-dhalimin. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.